وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, do vazhdoj sot që t'i trajtoj disa prej pikave se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtoi hipokritët. Do mundona që qem sa më i shkurtër, edhe do mundona që qem sa më i qartë. Për shkak se këto tema të cilat jemi duke i trajtuar ndërlidhen shumë me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me atë që ka ndodhur gjatë periudhës atij. Normalisht ata që e njohin historinë sadopak e kuptojnë realitetin më qartë dhe më mirë, kurse ata që nuk kanë lexim në histori, në veçanti historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta e kanë pak më të vështirë për me i kuptuar ato ngjarje që po i përmendi, që po i marr si shembull. Një prej pikave që pejgamberi sa mi ka trajtuar hipokritët për shkak se si shtres hipokritët janë shtresë ndjeshme dhe tejmose rrezikshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej pikave ose një prej politikave që i ka pas kundrejt tyre ka qenë shembja e objekteve të tyre të cilët kanë qenë dukshme. Hipokritët kanë pas disa vende ku e ngrumbulluar të bu dhe qëllimi i tyre ka qenë përçarja, fuqja e sherrit edhe dyshimeve në mesin e muslimanëve. Janë disa njerëz të cilët edhe sot ditëve të sodit veprojnë ashtu. I formojnë disa vend grumbullime ose disa vend falje me qëllim që ata të bëjnë përçarje në mesin e muslimanëve dhe po ashtu qenë si vend grumbullim për vështrimin e gjendjes muslimanëve dhe përçarjes së tyre ose sherrit të tyre. Edhe ata në kohën e pejgamberit ata janë të partë, ata i kanë ato pikat kryesore ose do thotë ata janë të partë në këtë pikë. Edhe ata e vepruan një gjë të tillë. Mesjidi Kuba ndoshta e keni dëgjuar gjithë, po ndoshta ndonjëri prej juve e ka vizituar, sidomos ata që kanë qenë haxh ose në umre, edhe kanë shkuar në Medinë, e dinë se Kuba është diku 3 kilometra larg Medinës, përpara ka qenë një fshat. Aty është një xhami me vlerë që është Mesjidi Kuba ose xhamia e Kubas. Ka qenë xhami e cila është ndërtuar mbi themelet e devotshmërisë edhe imanit. E ka ndërtuar pejgamberi Allahut Azza wa Jall momentin e parë që ka ardhur prej Mekës për Medinë. Është xhamia e parë e ndërtuar në Medinë. E ka ndërtuar sahabët. Dhe kjo xhami ka vlerë, edhe ka pesh. E ata e bën një plan. Hipokritët e bën një plan, ishte më larg Medinës, nuk ishte brenda Medinës, më larg edhe më e lehta për ata që vinë prej Mekës që të ndalen aty. Plan i mirë, ide e mirë, që të grumbullohen çifti i tyre dhe poshtë gjithë ata që nuk e duan Allahun dhe pejgamberin e tij. E ndërtuan një xhami tjetër përballë xhamisë Kuba. Një xhami e cila nuk ka qenë synimi i xhamisë ose ndërtimi i xhamisë, nuk e ka pas qëllimin që të jetë për Allahun xhel, jo. Ka pas çetër synim. Synimi i tyre ka qenë thjesht për hapat sherri edhe futet përçarje në mesin e muslimanëve. Ata ndërtuan një xhami të tillë, edhe pastaj kërkuan për pejgamberit Allah që të vije ta falin namazin aty. Po pejgamberi Allahu xhel ishte i zënë kishte për me shkuën te Buk, luftën e te Bukut, ndërkohë duke u kthy i vjen me shpallë Xhibrili, i thotë që mos shkoj që mos falet. Do të shumë i madh me lin Allah. Allahu xhel përshkroi realitetin e tyre në këtë rast dhe përshkroi edhe xhamin e tyre dhe përshkroi realitetin e niyetit që e kanë pas ata. Allahu xhel tha: "Walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin." Ata që ndërtuan, hipokritë janë edhe ata, që ndërtuan një xhami të tillë. Xhami e cila qëllimi nuk ishte bashkimi i muslimanëve, qëllimi nuk ishte adhurimi i Allahut, qëllimi nuk ishte përçimi i fesë Allahut azza wa jall. Qëllimi ishte diçka tjetër. Qëllimi ishte që ata thjesht që xhami e sherrit, xhami e forcimit, mohimit, do thotë kufrit, edhe poshtu përçarjes mes muslimanëve. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasula. Ka ishte vend vështrim ku prej aty ata që më herët e luftuan Allahun dhe pejgamberin e tij do të qëndrojnë aty. Gjitha këto cilësi Allahu na e përshkroi qartë se me çfarë niyeti duhet që shpia Allahut azza wa jall. Ata nuk e kishin asnjë nijet që të qetë diçka që është e mirë. Po normalisht u arsyetuan para pejgamberit Allahut azza wa jall, thanë me gojët e tyre, thanë wala yahlifun in aradna ila al-husna. Ata do betonë Allahun që ne nuk e kemi hap këtë xhami, vetëm për të mirë. Kur i rishikon ata kush kanë qenë dhe niyetet e tyre, sepse pejgamberi sa mi ka njoftë, i ka ditë mirë, po betimi si betim normalisht betimi i jashtëm është betimi i cili ti duhesh realisht për me besu, për shkak se ne gjykojmë mbas jashtëm se jo mbas të mbrëmshmes. Ne nuk e dimë brendësinë.
Po normalisht kur njeriu i di se kush janë ata dhe çka kanë vepruar më herët dhe si e kanë sulmuar pejgamberin Allahut, nuk ka shprit prej tyre diçka e cila do të jetë e mirë. Tha Allahu wallahu yashhadu innahum lakathibun. Allahu dëshmon për ta se ata janë gënjeshtar. Dashur kanë qenë gënjeshtar, rënavec, që kanë pretenduar islamin hamtazi e kanë fshir kufrin e tyre në brendësi. La taqum fihi abada, fa mos u fal kurrë xhami. Asnjëherë, le mesgjidun usise ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fi. Xhamia që është ngrit mbi themelet e devotshmërisë qysh prej fillimit, që është për qëllim mesgjidi Kuba, ajo është më meritore që ti të falesh në të. Fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, në të ka besimtar që dëshirojnë që ta pastrojnë veten e tyre. Pastrimi për qëllim të është pastrimi moral, do thot në aspektin e shirkut, idhujtarisë dhe çdo gjë që e prish do thot zemrën, që ka të bëjë me aspektin e shpirtit edhe zemrës, dhe poshtë Allahu subhanahu normalisht që i do ata që pastrojnë edhe mbojnë veten mirë në aspektin e pastrimit do thot trupor. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allahu i do ata që pastrojnë. Kjo xhamia e cila u ndërtua në atë periudhë, qëllimi i saj nuk ka qenë adhurimi i Allahut xhel. Ata e kanë pasur një synim. Qëllimi i tyre ka qenë thjesht fuqja e përçarjes mesin e muslimanëve, edhe qëllimi ka qenë do të thotë që ata ta bëjnë një pikë vëzhgimi ku prej aty jo besimtarët do vinë shumë më lehtë edhe do vëzhgojnë se çka ndodh në Medinë dhe si do e sulmojnë pejgamberin Allahut shumë më lehtë. Për këtyre ajeteve, ajo që mund që të përfitojmë është se nëse një xhami ndërtohet dhe qëllimi i saj dhe ndërtohet pranë një xhamie tjetër, dhe qëllimi i saj është që të përçohet uniteti i muslimanëve dhe përçohet e keqja, kjo xhami është xhami e shërt. Dhe ndalohet ndërtimi i saj dhe e realisht duhet që të shembet. Poshtë, ajo vepër e cila është e mirë, në sens mundet me qenë e mirë, po në jetë e ndryshon. Nëse ti e ke bën një vepër e cila është vepër e mirë, në sens, po në jetë jotë nuk është i tillë, vepra ndryshohet. Prej një vepre të mire kalon një vepër të keqe, njëjtë sikur se ka qenë rasti i hipokritëve. Ata kanë ndërtuar xhamia është shtëpi e mirë, është shtëpi e Allahut azza wa jalla, realisht është vepër e mirë. Mirë po esenca është e mirë, po realiteti më vonë ka ndryshuar. E ka ndryshuar realiteti i zemrave të tyre sepse njëti i tyre ka qenë i keq. E kjo ta bën qartë me dije se nëse ti e bën një vepër, po njëti nuk e ke për Allahun, ai vepra jote nuk pranohet. Ata është vepra e keqe, dhe Allahu subhanahu nuk e përreqet ta. Edhe ata njëti hipokritët e kanë vepruar kështu. Sytë e njerëzve duket xhami që është një vend ku adhurohet Allahu subhanahu, po njëti i tyre ka qenë i keq. Dhe Allahu subhanahu i ka demaskuar dhe u ka treguar atyre se te nuk ka asnjë lloj të mirë, çdo gjë, çdo gjendje, çdo situatë ku te vjen deri te përçarja e safeve muslimanëve është e shëmtuar dhe qortuar në fenë Allahut. Dhe e kundërta, çdo gjë që te ka bashkim dhe ka unitet dhe çon deri te ajo është e pëlqyer. Edhe preferohet që të veprohet edhe që të punohet me të. Gjunoi ndikon te toka, ndikon. Nëse një tokë prej tokave të Allahut azza wa jall. Mirë, po realisht gjunohu e tyre kanë ndikuar, si te rasti i hipokritëve kanë ndikuar që e vepra ju tokë që të keqe, e shëmtuar. E njëjta është edhe kundërta. Nëse tokë prej tokave të Allahut xhel, po njëti është i mirë, atëherë me lenin Allahut azza wa jall, edhe ajo që do të mbetet është e mirë. Mesgjidi Kuba, unë e përmendja që është xhamia e parë që është ndërtuar kur ka hyrë pejgamberi në Medinë dhe ka qëndruar diku 4 ditë në Kuba, te fisi Beni Amr, dhe ka qëndruar 4 ditë brenda atyre 4 ditëve e ka ndërtuar. E ka ndërtuar një xhami modeste të thjeshtë, s'ka ndërtuar ato xhami, do thotë shtrejta ose në atë aspekt se s'kan pas as kushte, po edhe ashtu kanë qenë në atë periudhë në godinat e tjera, ndërtesat e tjera. Qëllimi është këtu, çaj xhami që është ndërtuar mbi imam, pejgamberi sa më shfal aty. Është xhami e cila e para dhe vlera e saj është shumë e madhe. Pejgamberi sa më thot me një hadith, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush merr avdes prej shtëpisë së tij, pastrohet edhe shkon edhe falet në mesgjidi Kuba, shpërblimin e ka sikurse me pas kry një umre. Kush merr avdes prej shtëpisë së tij, edhe shkon në mesgjidi Kuba edhe falet, e ka shpërblimin e ka sikurse me pas kry një umre. Shpërblim i madh. Pejgamberi sa më ka pas traditë që të shkojë ditën e shtunë, ka shkuar dhe ka vizituar, ka ecën kamp ose ndonjëherë ka shkuar me kafshën e tij, ka shkuar në mesgjidi Kuba a fal. Edhe ata që shkojnë atje dhe duan që të shkojnë që të falin, ata dinë që e kanë shpërblimin e madh. Mirë po ulemat e kushtojnë thonë që personi i cili shkon në mesgjidi Kuba duhet me pas niyetin në sens për me shku për më fal. Jo thjesht
ke shku për diçka tjetër se ndërkohë kjo i brenda, edhe e fal, jo, prej shtëpisë tënde. E ke niyetin për me shku për me u fal Mesxhidi Kuba. Atëherë me lenin Allah shpresohet që ke me marr shpërblimin, jo që e kryen umrën, po shpërblimin e ke ngjashme sikurse me pas kry një umre. E kjo xhami është me vlerë, krahas së xhamia e cila ka qenë do të thotë xhamia e cila ka posën do të thotë niyetin e keq. Nëse xhamia Kuba që ka që modhe, dhe që ka ndërtu do thotë e që modhe të Allah Zogjel, edhe është ndërtu mbi parimet e devotshmërisë, atëherë çfarë mund thuhet për xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me cilën ndërtoi me dorën e tij, edhe vet punojte, që është xhami më me vlerë shumë të madhe se sa realisht Mesxhidi Kuba. Vepra e cila bazohet mbi sinqeritet, do mbetet me lenë Allahut te Zogjel. Keni pa shumë xhami të cilët janë vjetra 500, 600 vjeçare, 700 vite i ka. Mirë po ka mbet, ka qëndru, edhe pse është e vogël, edhe pse s'ka pas diçka në te, diçka që është material që nuk ta merr mendja, do të thotë që mund të më qëndru. Mirë po Allah Zogjel e ka bëjë që sinqeriteti me mbajt atë xhami. Sinqeriteti e ka mbajt atë xhami. E kemi sot xhami 500-600 vjeçara, po ka qëndru. Sa xhami tjera janë ndërtu plot, po nuk kanë mbet. Për shkak se s'ka pas sinqeritet ta. Në përgjithësi kur ka sinqeritet, Allah Zogjel e bën gjallë atë vepër deri ditën e Kiametit me lenë Allahut azza wa jall. Edhe nëse shembet, edhe nëse prishet, ajo do rindërtohet me lenë Allahut. Shumë xhami të cilët tash janë gjend, kohëve të fundit kanë qenë xhami që temelat i kanë pasur shumë herë. Mirë po kanë mbet. Kanë mbet për shkak se sinqeriteti i tyre kanë mbet në temel, e kanë gjetë më vonë e kanë rindërtuar. Ndoshta ka një periudhë e kanë prish, e kanë shem, megjithatë ka kohë prapë është rindërtuar. E shpesh kem dëgjojmë ose kemi raste të tilla të cilët i shohim me sytë tonë. Edhe kjo të shmon për sinqeritetin atyre që e kanë bazu. Andaj duhet me pas rregull. Çdo gjë, nëse nuk ka sinqeritet në shpirtin ton për një vepër, dije se ai vepër nuk pranohet te Allahu xhel. Dhe Allahu xhel nuk çon bereqet. Nëse ka sinqeritet, do mbetet me lenë Allahut edhe ajo vepër. Ne shpesh shohim që disa prej xhamive ndërtohen me inat. Ndërtohen shkaku i interesit dikujt, ose shkaku i pëlqimit dikujt, ose shkaku i përçarjeve ndokujt, shkaku do thotë që mendon që unë më meritori ta kam një xhami e kështu me radhë. Jo. Nëse ato xhami ndërton me çato niyete, di që nuk ka bereqet. Shembull më të mirë që te na ka më pak. Elhamdulillah, te na muslimanët ende e duan Allahun edhe e duan këtë din, edhe i duan xhamit. Kur vjen pyetje për xhamit, partja nxitojnë që japin edhe kontribuojnë elhamdulillah. Mirë po raste të tilla kemi pa shpesh do thotë në përvende të tjera. Veçantë tokat e perëndimit. Ku do thot një xhami është, pastaj përçon, pastaj bëhen 2 xhami, pastaj bëhen 3 xhami, pastaj bëhen 4 xhami. Rreth ata nuk kanë xhamat për çaj. Që me qenë bashkë është më ndryshe. Po pse se përçorja mes tyre, inati mes tyre, mos pajtimet mes tyre. Qenit ai i cili udhëheqi, krenaria me pushtete, ku diun çka, gjitha këto janë faktorë të cilat ndikojnë që njeriu dikur mos ta hetojë do thotë atë realitetin që e konzem në tillë, mendoj që është bëu vepër të mirë. Para është vepra e tij është shumë dume. Andaj një sen i cili nuk bazohet mbi sinqeritet, ajo vepër nuk mbetet, ajo vepër prishet, shkatërrohet. Një vepër e cila është për Allah dhe synimi është që Allahu që t'i kënaqur me atë vepër, me atë objekt, me atë ndërtesë, dhe të përfitojnë muslimanët, edhe të mësohet feja, të mësohet dini, Allahu xhallahu ka më lënë bereqet. Kjo është rregull që nuk ndryshohet asnjëherë deri ditën e Kiametit. Dhe kundërta, nëse synimin e ke me përhap risi, edhe me përhap të keqe në me qenë xhami e shirrit, atëherë normalisht që Allahu xhallahu do e humbe bereqetin edhe do e shkatroje, ose do thotë realisht njerëzit largohen prej atij vendi edhe zemra tyre nuk kanë që të shkojë tek ata. Ibn Kathiri rahimullah, tefsirin e tij kur fol për këto ajete, thotë që shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve ka qenë për shkak se në Medinë para se marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një njeri në mesin e ensarve, do thotë ka qenë prej fiqit Khazraj. Ebu Amir është bërë krishter. Po flas para se më ardhë pejgamberi sallallahu alaihi Medinë. Është bërë krishter, ka qenë i njohur për krishterizmin e tij dhe ka qenë i dalluar me leximin e tij dhe ka qenë i dalluar me adhurimin e tij. I kanë thonë Ebu Amir er-Rahib, Ebu Amir prifti. Ky person e ka dosh pushtetin edhe ka dosh që të prisi i Khazrajve në Medinë. Një ka qenë rasti me Abdullah ibn Ubay, kokën e hipokritëve. Sidoqoftë, ky person kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi Medinë dhe i bashkoi dy fiqet kryesorë që ishin Khazraj edhe Ausin, edhe pastaj filluan muslimanët që
që të punojnë edhe të angazhohen dhe uniteti ka dhënë fryt, edhe kur e pa se pejgamberi filloi me u forcu dhe ndodhi lufta e Bedrit, pejgamberi doli fitimtar, ky person filloi me u friksu edhe u largua prej Medinës edhe shkoi në Mekë, te vllaznitë e tij që i ka pas hipokrit ose te idhujtar e Mekës. Shkoi që të kërkojë ndihmë prej tyre që të vinë ta sulmojnë pejgamberin Allahut azza wa jall. Edhe synimi i tij ishte thjesht të largohen ata prej Medinës. Shkojnë Mekë, i bindi disa prej tyre që ishin ngjashëm me ta, edhe erdhi koha e luftës së Uhudit. Kur erdhi koha e luftës së Uhudit, ky person ishte në radhët e idhujtarëve të Mekës. Kurejshve. Shkojnë, bile ky ishte një prej atyre i cili pa të hap gropa, e një prej grupave pa të vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me të Iranë, dimi gjithsesi ka qenë lufta e Uhudit, edhe sa janë vrarë prej muslimanëve. E ky person para se të ndodhe fillimisht do thotë, lufta doli edhe ju drejtua ensarve, fisit vet, banorëve të Medinës. Dhe i tha atyre, o ju Medinas, o ju ensar, ju jeni kështu dhe unë kam nevojë për juve, sepse kam nevojë për ndihmën tuaj, për krahjen tuaj që ne ta luftojmë pejgamberin e Allahut azza wa jall edhe ta dëbojmë për Medinës. Pejgamberi Allahut azza wa jall gjatë betejës së ra në një prej grupave që ky munafik i kishte pas hapur ato grupa, edhe ra pejgamberi sallallahu u lundua, e theu një prej dhëmbëve të tij në pjesën e poshtme të gjatë dhe poshtu e çoi edhe kokën e tij. U lundua ran pejgamberi sallallahu. Edhe pejgamberi sallallahu më herët para se të dalë ky prej Medinës i kishte pastuar në Islam. I kishte pasur që ta pranoi Islamin, refuzoi. Edhe pejgamberi sallallahu pa të bëu dua që ky person do thotë që ndroi jetë do thotë për një kohë të shkurtë. Mallkim prej anës pejgamberit sallallahu. Edhe ajo ndodhi realisht. Ky pas luftës së Uhudit, kur e pa se pejgamberi sallallahu nuk u dëshpru, edhe vazhdoi me thirrjen e tij, atëherë nuk gjet gjut për bashkën diku tjetër përveç se mbreti i Evropës, ose mbreti do thotë perandori do thotë i romakëve, Cezari, i cili do thotë e mirëpriti dhe biseduan rreth asaj se si të formojnë ushtri, edhe pastaj që të shkojnë ta sulmojnë pejgamberin e Allahut azza wa jall, sepse veç ata më ishin Sham. Do thotë ishte herët periudha e hershme të Islamit. Edhe ashtu do thotë ata e synuan qëllimin e tyre dhe mu për këtë shkak u ndërtu kjo xhami, e cila ishte xhamia Mesjid ad-Dirar përballë Kubas për shkak se ishte rrugës së Hijretit. Rruga e Hijretit do thotë rruga e Mekës ku vjen për Medinë. Edhe mund këtë vend me qëllim që ky person t'i dërgojë njerëzit e vet që qëndrojnë atë bashkë me ta të forcohen, edhe ky kur ka nevojë që të vijë ta vështrojë atë vend, edhe ta shohë se çfarë po bën realisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po deshte Allahu subhanahu wa taala që ky person mos ta rrihet i bëj kurthat e tij, edhe normalisht Allahu subhanahu wa taala e shkatroi. Po ajo që ndodhi kur ndërtuan ata xhamin, siç e përmend edhe më herët, thirrën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ardha e pejgamberit sallallahu kupton legalizimin e atij vendi. Që muslimanët mendojnë që ka ardhur pejgamberi më shfal dhe na duhet me shku për më fal. Sa ata pretendonin që ne kemi xhamin për ata që në udhtar, për ata që në dop, për ata që nuk mundet që mos vinë se larg ose mos shkojnë deri te Mesjidi Kuba, po të vinë aty të falen. Realiteti ishte diçka tjetër. E kërkuan pejgamberin Allah, pejgamberi ju tha, "Jo, jam udhtar, jam të shkuar te Buk, kur të kthehena inshallah, atëherë." Para se më ardh, shumë kohë afër gjys ditë apo një ditë, erdhi Xhibrili me shpallë dhe i tha pejgamberit i tha që mos shko atje, por shkak se ata synimin nuk e kanë xhami për Allahun, po synimin e kanë diku tjetër. Synimin e kanë thjesht, do thotë që ta luftojnë Islamin e ta luftojnë pejgamberin e Allahut azza xhel, edhe atëherë zbriti ajeti ku Allahu xhel tha, "La takun fihi abada." Tha mos u fal asnjëherë kur mos ban namaz aty. Le mesjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fi. Ta xhamia e cila është ndërtuar mbi parimet e devotshmërisë është më meritore që aty të shkosh edhe të falësh. Thot Jabir ibn Abdullah, tha e pash tymin ose e pash plurin e atij objekti kur u shem as shumë, do thotë se pejgamberi i dërgoi pastaj disa që shkojnë ta shemin atë objekt dhe pejgamberi e shembi objektin e tyre. Këtë politik e ndoqi pejgamberi ose ndjeku pejgamberi sallallahu me qëllim që mos vijë çështja deri te grumbullimi i tyre dhe pastaj bëhet, do thotë fesat mesin e muslimanëve. Ky është një prej politike ose një prej menaxhimeve ose një prej trajtimeve që i bëri pejgamberi sallallahu me ta. Vdekja e Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Abdullah ibn Ubay ibn Selul fola dy lëjate të dashme për të se është koka e hipokritëve. Ky person pasi që pejgamberi sallallahu ndron, pasi që vjen kthehet prej Tebukut ndron jetë Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Mirë po shifre ka qenë koka e hipokritëve. Që e kanë ditë gjithë, pejgamberi sallallahu ka ditë mirë kush është, megjithatë pejgamberi sallallahu ja fali namazin e xhenazës.
fillimisht ja fali namazin e xhenozës. Por shkak se realiteti është që ne gjykojmë bos tjashmës. Plus asaj, pejgamberi sa bile e qefinosin me këmishën e tij. Transmeton Ibn Omeri, thot erdhi Abdullahu i biri i Abdullahut. Lejo do thotë që me pas edhe baba dhe birin e emër, nuk ka problem. Se të na pak puna emrave është bë pak punë e çuditshme, kupton. Realisht pyetjet më shumë që vijnë për pyetjeve që i parashojnë muslimanët janë pyetjet e ëndrave dhe pyetjet e emrave. Këto dy janë aq shumë numri tyre shumë është i madh derisa Allah dhe nëse e ban me të holla për mi komentu ëndrat edhe mi emërtu me emra fëmijët, unë besoj që dikush ka me bë parë bajke. Por mashallah, por shaq se muslimanët nuk e kanë problem kur është pyetje ëndra tyre, edhe me pagujt, edhe kur është pyetje edhe emërtimi i fëmisë, me aqit një emër që nuk e ka kur kush ndonjë, veç mja. Po mirë, çka ka me emrat e tjerë? Po nëse dikush e ka një emër, pa nuk ban ti më emërtu me atë emër. Realisht emërtimi jot aludon se prindi jot çfarë ideologji e ka. Se normalisht edhe emri i fëmisë tregon për realitetin e prindit. Ai i cili është fetar mundohet që më ia një emër i cili është i përpollshmëri me atë që Allah subhanahu neve na mëson, edhe emër i bukur që me të do të emërtohet fëmia dhe do të njihet me të dhe do i marrë të njëjtën cilësi, për shkak se fëmia i merr cilësitë e emrit. Edhe nesër do thirret ditën e Kiametit sipas atij emri. E nëse ti ja vendon një emër i cili është një personi që nuk ka të bëjë me Islam përkundër që është fe tjetër, ose ka me ideologjia tjera, të Allah na ruaj. Atë çka priti? Kjo tregon se ti ku je, tregon realitetin tan, edhe nesër fëmia jot çfarë rrugë është nis. Allah na ruaj. Edhe çështja e ëndrave. Çështja do thotë te mos e jopi i kushtojnë rëndësi. Aq shumë do thotë i kushtohet rëndësi. Çështja do thotë temrave sa do thotë çështja e ëndrave do thotë sa ti thu do thotë persona jeton me ëndra apo jeton me realitetin. Unë e di se ëndra është me rëndësi, megjithatë nuk jemi në rangun atyre që komentojnë ëndra ose do thotë që njohin mirë ëndrat. Sidoqoftë. Omeri thotë erdhi gjali i vet Abdullahu te Pejgamberi edhe i tha pejgamberit Allahu ta zgjel kur ndrojët baba i vet, tha apo ma jep tha këmishën tënde që të marrin ta qefinosin me të. Shikon Abdullahu ka qenë burr i mirë, i devotshëm fetar. Po flas për djalin Abdullah ibn Ubejt. Baba i tij ka qenë koka hipokritë. A mundet? A mundet Allah me uzu dikën edhe baba i tij ose familja e tij me qenë besimtar? Po. Abdullah ibn Ubejt ka qenë koka hipokritë, djali vet ka qenë djali më i mirë. Vjen te pejgamberi ai dëmshmëria për prindin, edhe pse ka qenë koka hipokritë. Dëmshmëria për prindin i thot pejgamberi i thot ja Rasulullah apo më jep këmishën tënde ta qefinosi babën tënd. Dhe i thot ja Rasulullah falja namazin ti dhe kërko falje për të. Pejgamberi i jep plotson dëshirën. I jep këmishën e vet, rrobën e vet e qefinosin me ta. Dhe i thot pasi ta përfundoni, tregon që të vitja fali namazin e xhenozës. Omeri radhiyallahu anhu kur i dëgjon këto fjalë i thot pejgamberit kur ngritet pejgamberi për me shku mja fal namazin, e ka për petkun e tij dhe thot ja Rasulullah. Abdullah ibn Ubej ka qenë koka e hipokritëve. Ta ka bë këtë edhe këtë, pse po shkon pi afal atij namazin? Pejgamberi mu buzqes. Edhe i tha umle Omer. Edhe atëre kur fillova që shpesh mja përmend atëre pejgamberi më tha, mu më dhan dy opsione, dy mundësi. O t'i afali atij namazin, o do të kërkoj falje për të, ose do të thotë mos kërkoj falje për të. Tha unë sikur të duaj edhe 70 herë që të kërkoj falje për të, nëse kishte pas nevojë më tepër, do kisha kërkuar edhe më tepër. Edhe pejgamberi shkoi dhe afali namazin e xhenozës, edhe pastaj u largu. Nuk kaloi një periudhë e shkurtër, vetëse zbritën dy ajetet ku Allah subhanahu thotë wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Allahu tha mos ja fal namazin atyre asnjëherë. E as mos qëndro te varri për me kërku falje për ta sepse ata realisht kanë ndruar jetë duke mohu Allahun edhe pejgamberin e tij, edhe ashtu kanë ndruar jetë duke qenë do thot në atë besim me duke qenë do thot të prishur. E këto ishin argumente do thot që më pas Allah subhanahu wa ndaloi që më fal namazin atyre dhe me kërku falje për ta. Thot Ibn Xheri dhe Imam al-Khattabi rahimahullah. Komentin e këtij hadithi. Thonë që pejgamberi sa usem pse veproi një gjë të tillë kur e dinte se Allah ibn Ubej ka qenë koka hipokritëve. Ata thonë që pejgamberi sa me ka vepruar për dy arsye. Arsyeja e parë ka qenë dëmshmëria e birit të vet Abdullah për prindin e vet. Kjo ka qenë arsyeja për shkak se Abdullah ka qenë djalë i mirë dhe nuk ka pas ndalesë. Fillimisht
se nuk mundet pejgamberi se me urdhrin e Allahut azza wa jall. Jo. Përkundrazi, nuk ka pas ndalesë. Edhe pse e ka ditë që është koka hipokritëve atëherë, shkaku i dëmshmërisë që e ka pas Abdullah për babën e vet, pejgamberi ja ka respektuar vullnetin e tij. E dyta ka qenë që shkaku i pozitës që e ka pas Abdullah ibn Ubay te populli i tij. Abdullah ibn Ubay ka qenë pris, edhe ka dashur me qenë pris i Hazretëve dhe Ausit, nëse ata dy bashkohen. Mirë po, pastaj ka dështu me ardhin e pejgamberit e autoriteti i tij ka luajtur rol në mesin e popullit vetë që ka qenë. Edhe prandaj pejgamberi për këto dy arsye ja ka falën, do thot namazin e xhenozit. Kurse për sa i përket petkut të tij që ja ka dhënë, thot Sufjan ibn Uyeyne, thot tregon që Abbasit ja ka dhënë një këmish ditën e Bedrit kur ashtu ndrop. E pejgamberi ka shpërbly për këtë arsye. E ka shpërbly për një të mirë që e ka bërë familjarit vet kur ashtu ndrop ditën e Bedrit, sepse Abdullah ibn Ubay ditën e Bedrit ka qenë një besimtar. E ka pranuar Islamin pas luftës Bedrit, edhe ato duke fsheh hipokrizinë e tij. Ja ka dhënë atë këmish për këtë arsye. Edhe ky ka qenë do thot shpërblimi. Thotë Imam Nevavi rahimahullah. Kur e komenton këtë hadith, thotë ky hadith qartëson virtytet e pejgamberit ose dhe moralin e tij që e ka pas, do thot pejgamberi Allahu, edhe pse ka qenë koka hipokritë pejgamberi, ka qenë njëri i cili e ka tregu moralin e tij. Personi i cili e ka dëmtuar, e ka lënduar, megjithatë asjell mirë me ta. Kurse thotë Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimullah, thotë ai person i cili e paraqet Islamin haptazi, ne duhet të gjykojmë mbas rregullat e Islamit, qoftë në aspektin e niqat ose martesës, apo qoftë në aspektin e trashëgimisë. Për shkak se ai i cili e paraqet Islamin haptazi, ne themi për ta që është musliman, kurse për brendsinë e tij gjykon Allahu subhanahu. Kurse për ata persona, edhe nëse janë hipokritë, nëse janë zindik, thotë ne nuk e dimë mirë brendsinë e tyre. Përveç ata që e nxjerrin shesh hipokrizinë e tyre. Dijen, edhe janë qartë, edhe duken, e për ta thot ndron dispozita, për shkak se atëre do thot njeriu në esencë vepron sipas bindjes edhe asaj që ka pa me sytë e tij dhe që ka dëgjuar me veshjen e tij. Kurse nëse ka dyshim për gjendjen e tij, atëre esenca mbetet që ai është musliman. Një prej këtyre hipokritëve madje është pendu për hipokrizisë së tij. Ka pas prej tyre që janë do thot që janë pendu, e përmendën në ligjëratën e kaluar. Një prej tyre ka qenë Khulas ibn Suwaid. Khulas ibn Suwaid ka qenë një prej hipokritëve që ka qenë bashkë me Abdullah ibn Ubay. Ky person me lejen e Allahut azza wa jall do pendohet ma vonë. Edhe ka qenë një prej tyre që nuk ka dalë luftën e Tebukut. Unë e thash atëherë ditë që nuk ka dalë 80 e disa. Mesin e tyre kanë qenë 3 që përmendë historinë e tyre. Mesin e tyre që do pendohet ma vonë ka qenë ky person. Khulas ibn Suwaid. Khulas ibn Suwaid është kujdes për Umayr ibn Saidin, një person që e ka ndosh sahabët, ka qenë sahabi, ka qenë burr i mirë dhe ka qenë njeri i mirë. Ky person e dëgjon një ditë prej ditëve duke fol keq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Fjalët e tij ishin ndronda dhe tha, sikurse me pasien Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i sinqert, atëherë ne jemi më të shisë sa Gomori. Edhe kur i dëgjon këto fjalë, shkon i thot atij, o ti Khulas, ti je njeri i mirë, je kujdes për mua dhe un kam shumë respekt për ty, por këto fjalë që i ke thon janë fjalë tronda. Unë duhet me demasku, nëse i thon këto fjalë dhe me ta nxjerr atë çesh atë keqën, o duhet me mbajt për vete dhe me shkatru veten time. Atëherë pesë dhe ajo cila është më e lehta, këtë rast ka qenë do të thotë lajmërimi pa mësim dhe shkon edhe më pa mësim. I ka thonë ja Rasulullah, e kam dëgjuar Khulasin duke fol kështu edhe kështu, e thirr pa mësim, ky betohet thotë jo, siç e kam pas tradit. Thotë betohet jo pasha Allah, thotë nuk e kam bë. As që e ka përmendur thotë Umeri nuk është e vërtetë. Po Umeri thotë unë shpresoj që Allah zbresë ajete edhe ta vërtetoj do thotë atë që unë e kam thënë. Edhe ashtu ndodhi. Edhe Allah subhanahu zbriti ajete tha yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamim. Tha ata betohen në Allahun dhe thonë që ne nuk e kemi thonë, por rresh ata e kanë thonë, edhe kështu e kanë mohu imanin e tyre që e kanë pas pranimit të Islamit. Allah subhanahu i demaskoi dhe pastaj Allah vazhdoi me ajete ku tha që ata nëse pendohen, ata do thotë do të kthehen te Allah subhanahu wa taala. Kështu me radh, sidoqoftë Khulasi kur e pa do thotë gjendjen e tij, atëtin e tij, atëre unë gjej keq, edhe u pendu, edhe tha ja Rasulullah, tha unë e kam thonë. E kam thonë atë fjalë, mirë po ndërkohë do thotë ndryshoi gjendja e tij dhe u pendua dhe u kthye Allahu azza wa jall. Kurse Omer ibn Khatabi thoshte për Umayr ibn Saidin, që e pat dërgu si udhëhec i humusit në Sham, do thotë në Sirinë e sotme, thoshte për të kisha pas qeftë të kishta pas burra tjerë, sikurse Umeri
edhe t'i qoj që të kujdesen për banorët e atyre vendeve ose për banorët ku aty në ato vende jetonin muslimanët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte një prej atyre i cili bante shumë durim kur ishte pyetje lëndimi i hipokritëve. Pejgamberi Allahut azhëti si sot Abdullah ibn Mesudi ditën e Hunenit, pasi që ndodhi betejë e Hunenit edhe muslimanët i morën disa prej plashkëve të luftës. Filluan që mi shpërndatë në thotë ato. Pejgamberi sa mi shpërndante me drejtësi, edhe nuk i bante askuj pa drejtësi. Disave prej tyre u dha një pjesë të madhe, 100 deve, filonin, 100 deve filonin, 50 deve filonin. Një deve kushton të shtrejt, sikur se tashme me marrë një makinë e cila kushton me 100 euro. Në atë periudhë, kur i pon disa prej hipokritëve që e fshehnin kufrin e tyre zemrat e tyre, nuk e erdhi mirë kjo gjë. Pejgamberi sa kur vepronte kështu, në çdo ndarje e tij ka pas hikmet. Askujt nuk i ka bërë padrejti. Ka pas mundësi dikujt më dhon më shumë, shkaku që t'ia përfitojë zemrën atij. Mirë, po jo që të bëj padrejti. E njëri u ngrit mesin e tyre, edhe tha që ti këtë ndarje që po e bën, nuk është ndarje e drejtë. Edhe atëra Pejgamberi sa realisht nuk ishte aty, personi Abdullah ibn Mesudi thotë do i tregoj Pejgamberit sa edhe shkoi tregoi Pejgamberit sa edhe Pejgamberi Allahu kur e mori vesh lajmin u zemru shumë i skuq ftira e tij, edhe tha po nëse unë nuk jam i drejt, kush do jetë i drejt? Nëse unë nuk jam i drejt, kush do jetë i drejt? Atëra tha Pejgamberi sa Allahu e mëshiroft Musa alayhis salam. Se më shumë u lëndu edhe më shumë u dëmtu, më shumë se sa unë, po bëri durim. Musa alayhis salam e ka pas një popull i madh Beni Israil, mirë po kanë qenë shumë zullumqtar. I kanë vrarë pejgamberët e tyre, i kanë torturuar, i kanë mundu. Megjithatë Musa ka duru. E tha Pejgamberi Allahu tha e mëshiroft Musa alayhis salam, i cili u sprovu më shumë se sa unë, po bëri durim. Kjo tregon do thotë që njeriu me ata që janë ignorant, edhe janë padijshëm, edhe flasin fjalë të tilla nuk duhet më marr. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Kur ata i drejtohet ose u folin do thotë ata që janë ignorant, thjesht am kupton liroj me dashni. Mos u mën me ta. Por shkak se marrja me ta veç ta ngurcon zemrën, ta up kohën, ta up energjinë. E me ta nuk kisha kimë marr, ata janë tim. E Pejgamberi sa i kishte gjitha këto sfida do thotë me ata që ishin në atë periudhë. Edhe pastaj njëti kanë pas edhe ulemat, i kanë sot edhe u xhallart. Duhet të bëjmë më shumë sabër, por shkak se normalisht që lëndimet e njerëzve ose fjalët e tyre nuk dalin kurrë. Mirë, po misioni është i qartë dhe rruga është e hapur, andaj ju na mbetet që me bë durim edhe me vazhdu me lenin Allahu të xhel deri në fund. Po përfundoj me këtë për sot. Inshallah na mbetet që pikët e fundit të trajtojmë në ligjëratën e ardhshme. Elus Allahu azza wa jall, që Allahu azza wa jall na mëshiron, na fal, na mbrojë nga nifaku dhe elus Allahu azza wa jall që ashtu siç ato bëj këtë vetë na të bëj xhenetet e tij. Wa qul qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.